Apo lodhën, jo po kjo, ai në mojtë se deputat. Unë të mandat, uroj të na dërni një sukses të parlament, uroj që në emër të qytetarëve, edhe invalidëve, edhe veteranëve, edhe votuesve, gjithë juve, komplet që kanë në parlament, ta merrni parasysh që kërkesat tonë të paktën për një mbrojtje të qytetarëve tuaj, për një padrejtësi që në Shtetet e Bashkuara po thonë se është krijuar një organ drejtues që po abozon të paktën me fond dhe është abuzues. Shalut ta lexoni. Në shembull edhe ta ndeshuni pse fajtoni prandaj patjetër se ta lexoni po na këtu po do të thotë na propozoni dini tashëm suksese çdo të mirë. Po për kalu sot mirë. Kur ma shlirë dhe ma thapun rrugën se ke pas, se të paktën edhe ajo që të sajnë qujtjo s'ka dashtë Amerika, sot Amerika nuk ka shka bëhu tjetër është me në kalzu. Nuk ka akuz, matron, se ca shpia bardh ta qunë abuzuse këtë trupgjykos. Ju kërkoni që... Dhe ne kërkojmë, të votoj, jo, ne nuk jemi as për shpërbere, as ne jemi për kontrol dhe thirrje drejtësi, të ndonë drejtësi. Që mos duhet Kosova me Turqi, të mos vaten në fund e në emën të drejtësisë dhe të mos bëhet pa drejtësi, dhe vetëm kaq. Dhe të këshyret një politinë dhe të parlamentit jonë të ngritë zonin për qytetarët e vetë që ka obligim kushtetues. Jonë një parlament, kur flas për parlament, një komplet deputet që kanë votu, jonë një parlament që kanë votën për me lyp arsye dhe llogaritare. Çka bëhet për shembull minimum të patë nëse tanta të lodh i kërkojnë të japet llogari në parlamentin ai që dhe ka formë. Që sot kanë arsye dhe kanë fakte që nuk është ajo drejtësia që këta kanë nënë që do t'jetë dhe kanë nënshkru. I ka pronë në